shumë, se shumë në kanë mirë pritë. Në kanë bo mundjesë në shpitande. Do të është t'jesh jashtetit, pa prendë, veç me motrat, të ndjesh e humbur, mos shpresosht kthehesh në vendin tanë, të mos i takosh familjarët, babën, vllaun, ka qenë që jam e dhimbshme. Prindrit kanë qenë, po thua? Jo, është totalisht e mirë kuptueshme, Sinjale, me as mos e vritme. Ne jemi nda, po thëmë ndalë të luftës, na qunë në Gjakov, ati kam 2 motrat martuara, edhe pas taj prej aty kemi përfundu në Shqipëri. Po kemi shpëtu mirë. Fati, në fatkeqësi, kemi shpëtu mirë, se plot se kam pas fatin tonë. Pas sa kohë është u bë ribashkimi me pjesën tjetër? Në qeshor. Masi ka përfundu komplet lufta, një e mirë që për mes vllaut dhe motrës në Norvegjina kena marrë vesh që baba nana janë mirë edhe vllau. Kjo ka qenë gëzimi jonë. Deri në atë moment s'kishit informacion as ku janë? As ata për ne, as ne për ata, po si do që tjetë, po thomë në ashtë është keqë që në tjeva kështu, po se njerëzit kanë kalu në për etapa dhe më të ronda, po shqyqër zoti kemi shpëtu. Kaqë. Shqyqër që sot kemi dëshmitar akoma të gjallë të kësaj periudheje, sa të erët, por edhe shumë krenaret vendit tonë, sepse kur vite do të kalojnë, atëhere historia do të mbetet veç për të lexu, edhe nuk do të kemi më njerëz që e tregojnë këtë përjetimin real nga dora e parë. Kështu që këto emocione janë një mix i asaj që ju keni përjetu dhe asnjëherë s'është gabim ti shpërfaq. Në fundja ky është realiteti që e ka kalu populli jonë shqiptar. Njerëzit e na nuk kanë pas mundësi të merren me traumën. Ta shumë për e lidhe dhe me profesionin. Une ka shumë herë mendoj në mos të kisha përfundu si infermiere në klinikën e psikiatrisë, val i them vetës, a kësham rri me te i kalu traumat që i kemi pas. Po thua që të ka ndihmu shumë edhe pjesa dhe përgatitja jote në kalimin edhe të traumave tua personale. Definitivisht, se na i kemi nda aty. Na kemi qenë kolektivi pas luftës, tu i gjetë edhe ata që kam punu gjatë vadem para konfliktit të shpërfaqën kur veç edhe filloj lufta. Edhe na i kemi nda gjatë gjithë kohës përvojat. Tu njës që punaj aty që nga pas lufta, gjithmonë kur konsultohem edhe flasim me profesionist të na që janë mjek psikiatra, ata këshillojnë, jo veç ne, po të gjithë, çdo traumë që kalohet në jetë, çfarë do të qoftë ajo. E vetmja zgjidhja është mu te i kalu duke e ri përsërit, duke folë për ta, duke ndame të tjerët, se çdo ndamje është lehtësim për personin që ka kalu në për to. Kështu që kjo na ka ndihmu. Do të kena nda me familjen, i kena nda me misht, me kolegët, se cili. Përvojat e veta, normal. Pra nuk qëndron ajo teoria që thuhet nga njëherë, mos e fol më shumë, mos i jep zë më shumë, se të dhemb ose bëhet më e madhe se ç'është. I këshilloj. Kjo është prej përvojës, po e flas, edhe tu nis prej punës që e shohemi aty. Beson Zot, çdo përvojë e jona, qofte mirë, qofte keqe, sidomos këto me traumat të mëdhaja që janë të dhimbshme, gjithmonë më lehtë kalohen dhe prej momentit kur ti fillon me nda me dikën. Normal, duhesh të zgjedhësh njerëz. Se mas mirë është zgjedhës profesionist. Unë i këshilloj njerëzit të trokasin atë derë, të vinë t'ju thoj njerëzve kam nevojë.